Ndarje e papritur në moshë të re nga jeta e Shpat Kasapit, kush është artisti që la gjurmë në muzikën shqiptare. Këngëtari i njohur i muzikës pop Shpat Kasapi është ndar nga jeta papritur mëngjesin e sotëm pas një ataku në zemër. Artisti Dibran, i cili prej më shumë se 2 dekadash ishte një nga emrat më të dashur të skenës shqiptare, nuk ka arritur të i mbijetojë sulmit kardiak, ndonse nuk raportoi të kishte pasur probleme të mëparshme shëndetësore. Shpat Kasapi, lindur në 1 maj 1985 në Tetov, u rit në një familje me origjinë dibrane dhe me tradita muzikore, që në fillimet e viteve 2000 u bë pjesë e skenës muzikore shqiptare, duke fituar popularitet të madh me stilin e tij modern dhe performancat energjike me këngë si Amdo, Vallja Kosovare, Dashni pa limit dhe Aroma e saj, të cilat shpejt u kthye në hite që e bën të njohur në të gjitha trojet shqiptare. Gjatë karrierës së tij, Shpat Kasapi mori pjesë në festivale të rëndësishme dhe realizoi bashkëpunime që lanë gjurmë te publiku. Ai vazhdoi të ishte aktiv dhe i pranishëm në muzikë, duke ruajtur popularitetin në vitet e fundit. Artisti ka lënë pas një fëmijë. Lajmi i ndarjes së tij nga jeta ka tronditur botën e artit dhe fansat e shumt që e kanë ndjekur atë ndër vite.